grupet kriminale që punojnë me narkotik e në veçanti me kokainë janë grupe tani edhe inovative në një aspekt themi, sepse kanë avancu shumë në metodat e trafikimit të narkotikëve me kokainë. Ne kemi rast kur atë e gjejmë në doza jashtëzakonisht vogla për një përdorim të momentit. A janë politikan për shembull, biznesmen, këngëtar? Ata të cilët kanë para, duhet me pas para për me pas në posedim i drogë të tillë. A është e lehtë për shembull me i rënë trak ashtu grupeve që shpëndojnë, personave që shpëndojnë dhe sasisë që kërkohet? Po flas për kokainën, si një drogë më e shtrenjtë. Në përgjithësi, hetimet e narkotikëve janë hetime komplekse, vlerësohen, janë proaktive, ku kërkohet një periudhë kogja e gjatë kohore për të bindur, për të gjetur arsye se ekziston dyshimi i arsyeshëm ose i bazuar për të zhvilluar një hetim ndaj një individi apo një grupi kriminal. Grupet kriminale që punojnë me narkotik e në veçanti me kokainë janë grupe tani edhe inovative në një aspekt themi, sepse kanë avancu shumë në metodat e trafikimit të narkotikëve me kokainë. Është shumë vështirë të kuptohen rrugët, metodat se si sillet kokaina në vend, dhe mënyra e shpërndarjes pastaj në tregun lokal është jashtëzakonisht e vështirë, sepse kokaina kryesisht në nivele lokale shpërndahet në sasi shumë të vogla. Ne kemi rast kur atë e gjejmë në doza jashtëzakonisht vogla për një përdorim të momentit, e cila në qoftë tek një dyshuar mund ta bartë në pjesë të ndryshme të trupit, ose në momentin e reagimit policor ajo mund të hudhet në tokë, mund të kemi raste që e kanë fut në përmes gojës dhe kanë tret në organizëm, dhe që është vështirë. Dhe e bën shumë vështirë punën edhe në teren, po edhe aspekti hetimor i rasteve të tilla është jashtëzakonisht i vështirë. Nëse i shikojmë hetimet cilat ju i kryeni, kush janë konsumus më të ndaj të kokainës? Gjeneratat cilat tani ne mbas të asaj që ne kemi vlerësuar është mosha mesatare ose thjesht edhe një moshë e re, po që fillon dikon mosha 20 vjet deri në 35 vjet. Një numër më i vogël është moshat më të tjera. Po më intereson me ditë, a janë politikan për shembull, biznesmen, këngëtar? Nuk kemi ndaj profil të veçantë kështu, po shumica janë normal qytetarë të vendit, ka ndoshta të gjitha profileve, po nuk kemi has. Ne kryesisht bazohemi në aspektin statistikor ose në atë çfarë ne. Do është me ta bëu këtë pyetje sepse për me e ble kokainën do është me pas edhe pare. Natyrisht. Çmimi kokaina ka një çmim më të lartë, edhe pse në fakt duke u nis nga fakti që është rrit prezenca në nivel global, ka rënë çmimi i saj, megjithatë prapë është një çmim që për tregun e Kosovës mund të vlerësohet i lartë. Duhet me pas normal para, po në sasi të vogla ndoshta po arrin individ me gjetë mënyra për me pas në posedim. Pyetja që u parashtrua se grupet mund të jenë individ të lloje të ndryshme, nuk do me thonë që patjetër duhet të jetë person i estradës, po ndoshta kanë herë në momente të caktuara janë në nivele të ndryshme që ne kemi has në përdorim të kokainës. Ata të cilët kanë para, duhet me pas para për me pas në posedim një drogë të tillë. Po në disa raste ne kemi has edhe persona të cilët nëse shikojmë aspektin ekonomik të tyre nuk kanë ndonjë aspekt ekonomik, nuk kanë persona që kanë një aspekt financiar të lartë, por megjithatë janë përdorues të kokainës.